Identifikimi i sulmuesve të adoleshentit Jusuf Islami për vetëm 3 ditë dëshmoi se policia mund të zbardhë rastet atëherë kur ka vullnet të mjaftueshëm për të vepruar, por për këtë u desh presion mediatik, por edhe që Jusuf Islami të përfundoi me nofullin e thyer. Rastet të ngjashme të torturës së të rinjve shqiptar në rrethinën e aerodromit ka pasur edhe më parë, por sot e kësaj dite nuk janë zbardhur ose nuk kanë marrë epilog gjyqësor. Ekspertët komentojnë se çësia e tillë e policisë vjen si pasojë e nivelit të ulët të sundimit të së drejtës në Maqedoni. Едно од основите, еден од столбовите на правото Një nga bazat e së drejtës është veprimi i drejtë në situata të njëjta. Në rastin konkret, por edhe në shumë raste të tjera, mund të flasim pikërisht për mos ekzistencë të kësaj shtylle fundamentale, themelore dhe bazike të sundimit të së drejtës, dhe automatikisht jo vetëm policia, por të gjithë institucionet e tjera veprojnë sipas ndikimit momental të subjekteve politike. Maqedonia nuk po niset në rrugën e ndërtimit të marrëdhënieve ndëretnike mbi bazën e demokracisë dhe sundimit të së drejtës, por me këmbgulje po mundohet që demokracinë dhe sundimin e së drejtës ta ndërtojnë mbi marrëdhëniet ndëretnike. Nga ana tjetër, avokati i popullit Igjet Mehmeti ka apeluar institucione që në mënyrë të drejtë dhe jo selektive t'ju qaset rasteve të tilla dhe të mos rrinë duar kryq. Institucionet e ndjekjes me azhuritet dhe me efikasitet më të madh duhet t'i gjejnë, t'i hetojnë dhe t'i zbardhin rastet të cilat pastaj shkaktojnë probleme më të gjëra dhe paraqiten si dukuri që nuk është mirë për shoqërinë tonë. Ky është apeli drejtuar institucioneve që mos rrinë duar kryq, jo në mënyrë selektive, por në mënyrë të barabartë t'i ndjekin dhe t'i zbardhin sa më shpejt të gjitha rastet. Ndryshe, sipas të dhënave të një dite më parë të MPB-s, në rrahjen brutale të Jusuf Islamit kanë marrë pjesë 7 persona të moshës prej 14 deri 18 vjeç. Ata janë identifikuar dhe kundër tyre do të ngritet padi adekuate.